Rezar Taçi, një prej emrave më të njohur të biznesit në vend, po gjykohet në mungesë në Shqipëri, ndërkohë që GKK më parë ka gjetur fajtor dhe ka dënuar 2 bashkëpunëtor të tij të ngushtë, Artur Badhën dhe Bledar Lilon, në një total prej 21 vitesh burg. Sipas PAK, Taçi ka shfrytzuar ndikimin e tij për të orientuar veprimet e Badhës dhe Lilos, të cilat janë përfshirë në shoqërim dhe lehtësimin e lëvizjes së Francesco Zumos, një ndërtues italian i lidhur me organizatën mafioze Cosa Nostra në Shqipëri dhe Maltë. Hecimet kanë zbuluar se operacioni i palishëm filloi në qershor të vitit 2021, kur Taçi premtoi ndihmë Zumos për futjen e shumës së konsiderueshme në sistemin bankar shqiptar në këmbim të mbi 3 milion eurove. Paratë e përfituara nga aktiviteti mafioz i Cosa Nostrës, të shumta deri në 18 milion euro, do të konfiskohen dhe kalojnë në favor të shtetit shqiptar sipas kërkesës së prokurorisë. SPAK ka kërkuar gjithashtu shpadhjen e fajit të Taçit për veprën e bashkëpunimit kriminal, duke konsideruar udhëheqës të një skeme të organizuar për pastrim të parave. Dënimi i propozuar 13 vite burg reflekton sipas prokurorisë rëndësinë dhe përmasën e veprimeve të tij, të cilat ndikuan drejt për drejt në futjen e parave të krimit të organizuar dhe ekonominë shqiptare. Seanca gjyqësore do të vazhdojë në mungesë të Taçit, ndërkohë që autoritetet paralajmërojnë se momenti i të gjitha pasurive dhe transferimeve financiare do të vijojë deri në përfundim të procesit.